Dikush që ti e do ka dy miq që mendojnë shumë për ty. Shpirti im i dashur, afrohu për një moment, sepse ajo që do të zbuloj tani është diçka që zemra jote e ka ndjerë, por mendja jote kur nuk e ka kuptuar plotësisht. Ekziston një e vërtet e heshtur që lëviz rreth teje. Një e vërtet që është e lidhur me dikë që ti e do thellë në zemrën tënde. Ndoshta ke ndjerë një tërheqje, një dridhje, një ndryshim në sjelljen e tij, por nuk e dije se pas energjisë së tij të ndryshuar qëndrojnë dy njerëz të afërt me të njerëz që kanë folur për ty, të kanë vëzhguar dhe kanë menduar për ty shumë më tepër se sa e ke imagjinuar ndonjëherë. Shpirti im i dashur, dua që të marrësh frymë thellë dhe të hapesh plotësisht ndaj këtij mesazhi. Asgjë këtu nuk është për të lënduar. Ky mesazh vjen tek ti për të sjellë qartësi, paqe dhe mirëkuptim. Ti meriton të dish çfarë ndodh brapa skenave, sepse universi nuk dëshiron që ti të jetosh më gjatë në konfuzion apo dyshim. Është dikush që ti e do, dikush që zemra jote e zgjedh përsëri dhe përsëri, edhe kur distanca, heshtja apo keqkuptimet ngrihen si valë. Dikush, shpirti i të cilit është i lidhur me shpirtin tënd në një mënyrë që as koha nuk mund ta thyejë. Dhe rreth këtij personi janë dy miq, dy njerëz që të vëzhgojnë në heshtje, mendojnë për ty, flasin për ty dhe kanë krijuar mendimin e tyre për ty. Dhe e vërteta është kjo, këto mendime janë shumë më të fuqishme se sa ti e di, por para se të zbuloj se çfarë mendojnë vërtet, dua të udhëheq përmes energjisë që rrethon këtë situatë, sepse asgjë në jetën tënde nuk ndodh pa një kuptim më të thellë, pa një arsye hyjnore apo pa një ndikim shpirtëror që e drejton. Shpirti im i dashur, ti ke qenë gjithmonë dikush që ndjen thellë, që percepton energjinë para se fjalët të thuhen dhe që lexon heshtjen si një gjuhë. Problemi është se njerëzit rreth teje nuk e kuptojnë gjithmonë thellësinë e zemrës sate. Ata nuk e njohin ndjeshmërinë tënde, kujdesin tënd, intuitën tënde. Ndonjëherë të keq kuptojnë, i gjykojnë gabim qëllimet e tua ose krijojnë histori në mendjen e tyre nga frika, pasiguria apo keqkuptimet. Personi që ti e do flet për ty më shpesh se sa mendon. Ai ka përmendur emrin tënd, mirësinë tënde, betejat e tua, ëndrat e tua dhe dhimbjen e heshtur që mban brenda vetes. Dhe sa herë që ai flet, këta dy miq dëgjojnë me shumë vëmendje. Ata analizojnë energjinë tënde. Vëzhgojnë si reagon ky person ndaj teje, vënë re ndryshimet emocionale, dhe ajo që ata mendojnë është diçka që duhet ta dëgjosh me zemër të hapur, sepse shpirti im i dashur, këta dy miq besojnë se ti je shumë më e fuqishme, shumë më unike dhe shumë më e rëndësishme për këtë person se sa kushdo tjetër në rrethin e tij. Ndoshta ende nuk e sheh këtë, ndoshta mendon se nuk je e vërejtur apo e vlerësuar. Por në bisedat që zhvillohen pas shpine, në pëshpëritje, në biseda nate dhe në momente private, emri yt është bërë diçka e veçantë. Njëri nga këta miq mendon se ti ke një prani të fortë emocionale. Ai thot se sa herë që përmendet emri yt, personi që ti e do ndryshon. Zëri i tij bëhet më i butë, syt i largohen, energjia e tij bëhet e qetë, emocionale ose e trazuar në varësi të asaj që ndjen për ty në atë moment. Ky mik beson se ti e ke prekur jetën e këtij personi në një mënyrë që askush tjetër nuk e ka bërë kurrë. Miku i dytë, përkundrazi, është më shumë kureshtar se sa mbështetës. Ai nuk të kupton plotësisht, të sheh si misterioze, të vështirë për t'u kuptuar. Ai mendon se ti ke një thellësi që është ose e rrezikshme ose hyjnore, sepse nuk mund ta shoh të gjithë të vërtetën e zemrës sate. Shpirti im i dashur, ajo që duhet të kuptosh është kjo. Këta dy miq ndikojnë tek personi që ti e do shumë më tepër se sa ti e kupton. Fjalët, mendimet dhe gjykimet e tyre formojnë vendime. Ata mbjellin ide ndonjëherë pozitive, ndonjëherë të paqarta. Por universi dëshiron që ti ta dish këtë. Mendimet e tyre për ty po fillojnë të ndryshojnë. Ata po fillojnë të njohin vlerën tënde, po fillojnë të shohin sinqeritetin tënd, po fillojnë të kuptojnë se ti nuk je thjesht një fytyrë në jetën e këtij personi. Ti je dikush, lidhja shpirtërore e të cilit është e pamundur të injorohet. Më lejo të shpjegoj diçka më të thellë.
personi që ti e do ndihet i ndarë brenda vetes, i ndarë mes ndjenjave të ti dhe zërave të njerëzve rreth ti, mes asaj që ndjen në zemër dhe asaj që friksohet në mendje, mes një hapi drejt teje dhe tërheqjes për shkak të gjykimeve dhe konfuzionit që këta dy miq shkaktojnë. Por universi ka punuar në heshtje në prapasken, i ka hapur syt, ka udhëhequr intuitën e tij, ja ka kujtuar vazhdimisht se lidhjet e vërteta janë shumë të rralla për të ndikuar nga mendimet, xhelozia apo keqkuptimet. Shpirti im i dashur, ti nuk po imagjinon asgjë, nuk po mendon tepër, nuk po i interpreton shenjat në mënyrë të tepruar. Shpirti yt po ndjen një zhvendosje të vërtet, një energji të vërtet, një lëvizje shpirtërore të vërtet që po zhvillohet rreth kësaj lidhjeje, sepse dikush që ti e do ka filluar të mbrojë më shumë se më parë, ka filluar të shpjegoj, ka filluar të korrigjoj keqkuptimet, ka filluar të tregoj pjesë të zemrës së tij që më parë i mbante të fshehura. E gjithë kjo sepse prania jote në jetën e tij është bërë shumë e rëndësishme për t'u anashkaluar. Këta dy miq e kanë vënë re këtë. Ata shohin si ndriçon ky person kur përmendet emri yt, shohin sa mbrojtës bëhet, shohin sa emocional bëhet kur flet për ty. Këta miq të konsiderojnë të fuqishme, sepse ti e bëri vetmi person që ai nuk mund ta harrojë, ta zëvendësoj apo ta lërë lehtë pas. Por kjo histori nuk ka të bëjë me frikën, nuk ka të bëjë me xhelozin, ka të bëjë me qartësinë. Duhet të kuptosh një gjë, ti ke një ndikim më të thellë tek ky person se sa e di, edhe kur ai hesht, edhe kur distancohet, edhe kur bën sikur nuk ka asgjë. Dy miqtë e tij e shohin të vërtetën që ai nuk guxon të ta tregojë. Dhe e vërteta është e thjeshtë, ky person kujdeset për ty më shumë se sa pranon. Shpirti i tij anon drejt teje edhe kur mendja e tij reziston. Shpirti im i dashur, ka një arsye pse po e dëgjon këtë mesazh sot. Ti po përgatitesh për një ndryshim në lidhjen tuaj. Një moment kur ndeshmëria do të zëvendësoj frikën, kur qartësia do të largoj konfuzionin, kur e vërteta do të thyej heshtjen. Sepse shumë shpejt, personi që ti e do të detyrohet të zgjedhë mes mendimeve të tjerëve dhe të vërtetës që ndjen kur mendon për ty. Dhe kur ai moment të vijë, më në fund do ta kuptosh pse universi të lejoj të jesh e duruar, të presësh, të besosh edhe kur gjithçka dukej e pasigurt. Ky është vetëm fillimi. E vërteta më e thellë ende po shpaloset. Shpirti im i dashur, le të vazhdojmë. Ti ke qëndruar dhe vetëm kjo tregon forcën tënde, durimin tënd dhe thellësinë e zemrës sate. Tani dëgjo me kujdes, sepse pjesa tjetër e kësaj të vërtete është edhe më e rëndësishme se e para. Ajo që po ndodh rreth teje nuk është rastësi, nuk është gabim, nuk është koincidencë. Ti je në mes të një zhvendosjeje shpirtërore që nuk prek vetëm ty dhe personin që ti e do, por edhe energjinë e dy miqve që janë rreth ti. Shpirti im i dashur, duhet të kuptosh diçka të fuqishme. Kur dy miq fillojnë të vëzhgojnë, të analizojnë apo të flasin për ty, kjo ndodh sepse prania jote është bërë e pamundur për t'u injoruar. Ti ke arritur një vend në atë zemër ku ndikon ndjenjat, vendimet dhe betejat e brendshme. Dhe për këtë arsye këta miq kanë filluar të krijojnë mendime më të forta për ty. Më lejo të çoj më thellë në mendimet e tyre, që më në fund ta shohësh të vërtetën pa konfuzion. Ka dy miq, dy energji shumë të ndryshme, dy shpirtra me dy perspektiva krejtësisht të ndryshme për ty. I pari sheh dritën tënde. Mund të mos të njoh personalisht, mund të ketë dëgjuar vetëm histori, të ketë parë mesazhe apo të ketë ndjerë ndryshimet tek personi që ti e do. Por ai sheh diçka të vërtet tek ti, diçka autentike, diçka të rrallë. Ky mik beson se ti ke një zemër të pastër, mendon se je e fortë, emocionale, intuitive, e kujdesshme dhe thellësisht e sinqert në qëllimet e tua. Ai e kupton se ti nuk je këtu për të luajtur lojra, për të manipuluar emocione apo për të krijuar konfuzion. Të sheh si dikë që sjell qetësi, butësi dhe thellësi në jetën e personit që ti e do. Ky mik të admiron në heshtje. Mund të mos e thot me zë të lartë,
por brenda vetes e di se ti ke mundësuar këtij personi të ndjejë ndjenja që nuk ja ka treguar askujt më parë. Shpirti im i dashur, ky mik beson se ti je e mirë për të. Mendon se je dikush që mund ta ndihmojë të rritet, të shërohet, të hapet dhe të bëhet më i mirë. Beson se ti e ke prekur zemrën e tij në një mënyrë që askush para teje nuk e ka arritur. Por miku i dytë është krejt ndryshe. Ai është i hutuar nga ti, i shqetësuar për ty, ndoshta edhe i frikësuar nga ti. Nuk e kupton thellësinë tënde. Nuk e kupton pse personi që ai e do reagon kaq fort ndaj teje. Nuk e kupton pse emri yt ka peshë, emocion dhe fuqi. Për të, ti je e paparashikueshme. Për të, je e vështirë për t'u kuptuar. Për të, je dikush që mund ta drejtojë jetën e këtij personi në një drejtim që ai nuk mund ta kontrollojë. Dhe shpirti im i dashur, njerëzit kanë frikë nga ajo që nuk mund ta kontrollojnë. Ky miku i dytë ndihet i kërcënuar jo sepse ti je e dëmshme, por sepse prania jote po shkakton një zhvendosje që ai nuk e kishte parashikuar. Ai ndjen sikur personi që ai do ose mbron po i rrëshet nga sfera e ndikimit të tij. Ai ndjen se diçka e rëndësishme po e tërheq atë larg dhe ajo diçka je ti. Më lejo të them diçka shpirtërore dhe të vërtetë. Energjia e shpirtit tënd është e fortë. Ti mban brenda vetes një prani emocionale natyrore që i ndryshon njerëzit rreth teje. Ti sjell kuptim aty ku kishte konfuzion. Ti sjell ndjenjë aty ku kishte mpirje. Ti sjell të vërtetën aty ku mbretëronte frika. Jo të gjithë mund ta përballojnë këtë. Ndërsa miku i parë sheh vlerën tënde, miku i dytë sheh fuqinë tënde. Dhe pikërisht ky ndryshim krijon tensionin e heshtur rreth kësaj lidhjeje. Personi që ti e do ndihet i kapur mes këtyre dy energjive. Një mik që e mbështet lidhjen. Një mik që dyshon në të. Një mik që e inkurajon të besojë në ndjenjat e saj. Një mik që e paralajmëron nga frika. Për shkak të këtij konflikti të brendshëm, personi që ti e do sillet ndryshe. Disa ditë afrohet. Disa ditë mban distancë. Disa ditë duket e sigurt për ty. Disa ditë heziton. E vërteta nuk është që ajo nuk të pëlqen më. E vërteta nuk është që ndjenjat janë zhdukur. E vërteta nuk është që dikush tjetër ka zënë vendin tënd. Jo, shpirti im i dashur. E vërteta është që ky person ndikohet nga zërat përreth saj shumë më tepër se sa mund ta imagjinosh. Ajo përpiqet të kuptojë zemrën e saj ndërkohë që merret me mendimet e dy njerëzve tek të cilët ka besim. Por ja pjesa që duhet ta kuptosh thellë. Edhe në mes të gjithë këtij zhurme, gjithë kësaj konfuzioni dhe gjithë këtyre mendimeve, prania jote mbetet më e fortë. Ndikimi yt mbetet më i thellë. Vendi yt në zemrën e saj mbetet i paprekur sepse shpirti i saj të njeh. Dhe një shpirt e di gjithmonë kush i përket vërtet. Më lejo të tregoj çfarë po ndodh pas skenave. Kohët e fundit, ky person pati një moment ndërgjegjësimi. Një moment në të cilin e ndjeu mungesën tënde më fort se zakonisht. Një moment në të cilin kujtoi diçka që ti ke dhënë apo bërë dhe kjo e bëri emocionale. Ai moment ndryshoi energjinë e saj. Dhe dy miqtë e saj e vunë re menjëherë. Miku mbështetës pa diçka të bukur. Ai pa që ky person bëhet më e butë, më e dhëmshur dhe më e gjallë kur mendon për ty. Ai beson se ti zgjon në të një pjesë që askush tjetër nuk mund ta prejë. Dhe në heshtje, ky mik ka filluar ta inkurajojë të jetë e sinqertë me ndjenjat e saj. Miku tjetër, ai që dyshon, pa të njëjtin ndryshim, por kjo e shqetësoi. Për të, ky ndryshim emocional do të thotë që ti ke shumë fuqi. Ai ka frikë se mund ta lëndosh këtë person. Ai ka frikë se mund ta marrësh larg. Ai ka frikë se mund të humbas rëndësinë e tij në jetën e saj. Prandaj energjia e tij bëhet mbrojtëse kur përmendet emri yt. Jo sepse ti je i dëmshëm, por sepse lidhja juaj është më e fortë se sa ai kishte pritur. Ti je më i rëndësishëm se sa miqtë e këtij personi mund ta kuptojnë. Shpirti yt është bërë një prani e heshtur në jetën e saj, një prani që këta dy miq nuk mund ta injorojnë më. Por historia nuk ka mbaruar ende. Shpirti im i dashur, diçka edhe më e thellë po vjen. Diçka që do të ndryshojë drejtimin e kësaj lidhjeje.
diçka që do të tregoj saktësisht se ku qëndron në jetën e saj dhe çfarë besojnë vërtet këta dy miq se do të ndodhë më pas. Tani po hyn në pjesën e historisë ku gjithçka bëhet më e qartë. Ajo që u përshpërit në hije, ajo që ishte fshehur pas heshtjes, ajo që qëndronte në mendimet e këtyre dy miqve e gjitha tani është gati të zbulohet me ndershmëri dhe thjeshtësi. Ke mbajtur konfuzionin për shumë gjatë, ke dyshuar shumë në veten tënde, ke pyetur veten pse energjia ndryshon, pse sjellja luhatet dhe pse personi që ti e do ndonjëherë afrohet e pastaj tërhiqet sërish. Por, shpirti im i dashur, universi dëshiron ta heqë barrën nga zemra jote. Ti e meriton të vërtetën. Jo versionin e formuar nga frika, jo versionin e krijuar nga imagjinata, por të vërtetën e vërtetë që rrjedh pas skenave. Dy miqt e personit që ti e do e kanë ndjekur gjithë zhvillimin e lidhjes suaj më me vëmendje se sa mendon. Sa herë që përmendet emri yt, sa herë që një mesazh nga ti ndryshon humorin e saj, sa herë që prania jote zhvendos energjinë e saj, këta miq e vënë re. Ata shohin reagimet që ky person përpiqet t'i fshehë. Ata shohin emocionin që ajo nuk mund ta fshehë. Ata shohin të vërtetën edhe para se ajo ta pranojë. Dhe, shpirti im i dashur, këta miq të konsiderojnë shumë më të rëndësishëm se sa ti vetë beson. Le të fillojmë me mikun që të admiron, atë që sheh dritën tënde. Ky mik beson se ti je personi që sjell ekuilibër emocional. Ai mendon se ke një zemër të pastër, se i kupton ndjenjat thellë, se mund të përballosh stresat e shumta të personit që ti e do dhe se me praninë tënde sjell qetësi, qartësi dhe shërim. Ky mik sheh që ky person bëhet më i hapur, më i ndjeshëm dhe më i sinqert kur është në energjinë tënde. Ai sheh një butësi që vetëm ti mund ta nxjerrësh. Ai sheh një shkëlqim në sytë e saj që shfaqet vetëm kur ajo flet për ty. Ky mik, shpirti im i dashur, beson se ti mund të jesh personi i duhur. Ai mendon se je pjekur. Ai mendon se je i durueshëm. Ai mendon se je besnik. Ai mendon se je emocionalisht i thellë në një mënyrë që përputhet bukur me zemrën e personit që ti e do. Ky mik madje mendon se ti mund të jesh dikush që qëndron gjatë në jetën e saj, jo vetëm përkohësisht. Ai beson se lidhja juaj mbart potencial, kuptim dhe domethënie. Por miku tjetër, ai që mban dyshime, mendon krejt ndryshe. Ky mik nuk është i keq. Ai nuk është kundër teje sepse ti je gabim. Ai është i kujdesshëm sepse ka frikë nga e panjohura. Duhet ta kuptosh, disa njerëz kanë frikë nga thellësia emocionale. Disa njerëz kanë frikë të humbasin kontrollin mbi dikë që e duan. Disa njerëz kanë frikë kur dikush i ri hyn në skenë dikush që sjell ndikim të vërtetë. Ky mik sheh forcën tënde emocionale. Ai sheh si prania jote ndikon personin që ti e do. Ai sheh që ti ke një vend në zemrën e saj që të tjerët nuk e kanë. Dhe kjo e frikson. Ai të konsideron të paparashikueshëm vetëm sepse nuk e kupton shpirtin tënd. Ai beson se personi që ti e do mund të lëndohet jo sepse ti je i dëmshëm, por sepse ndjenjat që ajo ka për ty janë shumë të forta. Ai sheh sa emocionalisht reagon ky person kur bëhet fjalë për ty. Ai sheh sa thellë preket nga fjalët e tua, nga heshtja jote, nga prania jote apo edhe nga mungesa jote. Dhe, shpirti im i dashur, kur dikush bëhet kaq emocional, njerëzit përreth fillojnë të shqetësohen, veçanërisht ata që nuk e kuptojnë lidhjen shpirtërore pas emocionit. Pra ky mik i dytë të konsideron të fuqishëm, të konsideron të rëndësishëm, të konsideron dikë që mund të ndryshojë drejtimin e jetës së këtij personi. Dhe për këtë arsye është i kujdesshëm. Dyshimi i tij lind nga frika, jo nga e vërteta. Por ja çfarë asnjëri prej këtyre dy miqve nuk e priste. Personi që ti e do ka filluar të mendoj thellë për ty. Ka filluar ta krahasoj energjinë tënde me atë të tjerëve. Ka filluar të kuptoj sa shumë do të thotë prania jote për të. Kohët e fundit pati një moment i vogël, por i rëndësishëm kur një valë e papritur qartësie erdhi mbi të. Ajo kuptoi diçka për ty, diçka që e kishte injoruar për shumë kohë. Dhe ai moment ndryshoi gjithçka. Dy miqtë e saj e vunë re menjëherë.
miku mbështetës pa shpresë. Ai pa që lidhja juaj po bëhet më e fortë. Ai pa që ky person tërhiqet drejt teje në një mënyrë që nuk mund të mohohet më. Miku dyshues, nga ana tjetër, u ndje i parehatshëm. Ai ndjeu se mund të humbas ndikimin e tij. Ai ndjeu se zemra e këtij personi po zgjedh rrugën e saj dhe ajo rrugë e tij. Shpirti im i dashur, më lejo të them të vërtetën pa hezitim. Këta dy miq të konsiderojnë të paharrueshëm, të konsiderojnë emocionalisht të fuqishëm, të konsiderojnë dikë që bie në sy, të konsiderojnë dikë me një prani që nuk mund të zëvendësohet, dhe të konsiderojnë dikë nga i cili mikja apo miku i tyre thjesht nuk mund të shkëputet sepse sa herë që përpiqet të shpërqendrohet, sa herë që përpiqet të shikojë diku tjetër, sa herë që përpiqet t'i hesh ndjenjat, shpirti yt shfaqet në mendimet e saj. Energjia jote kthehet në zemrën e saj. Prania jote i kujton asaj çfarë ndjen vërtet. Dhe ja e vërteta më e thellë. Personi që ti e do po lufton mes frikës dhe dëshirës së saj. Frika vjen nga ndikimi i mikut dyshues. Dëshira vjen nga e vërteta në zemrën e saj. Ajo dëshiron të afrohet me ty. Dëshiron të hapet. Dëshiron të thotë diçka që e ka fshehur prej kohësh. Por ajo ka frikë nga gjykimi, refuzimi apo keqkuptimi. Këta dy miq e shohin këtë konflikt, por kohët e fundit miku mbështetës i tha diçka të rëndësishme, diçka që preku zemrën e saj, diçka që ndryshoi qëndrimin e saj. Ai i tha, nuk mund të vazhdosh të bësh sikur kjo nuk ka rëndësi për ty. Duhet të jesh e sinqert me veten. Dhe, shpirti im i dashur, ajo fjali e preku thellë. E bëri të mendoj, e bëri të ndalet, e bëri të kuptoj se mohimi i ndjenjave të saj krijon vetëm më shumë dhimbje. Prandaj, edhe pse ende nuk mund ta shohësh, diçka po ndryshon. Ajo po mendon të kontaktoj, të sqaroj keqkuptimet, të tregoj të vërtetën, të tregoj çfarë ndjen vërtet. Dy miq tani besojnë se diçka e madhe po vjen, diçka e rëndësishme, diçka emocionale, diçka që do ta nxjerrë në dritë të vërtetën e kësaj lidhjeje. Miku mbështetës mendon se kjo lidhje mund të çojë në një fillim të ri. Miku dyshues mendon se së shpejti do të ndodhë diçka emocionale që do të dëshmojë sa e fortë është vërtet kjo lidhje. Dhe për herë të parë, të dy bien dakord për një gjë: ti je më i rëndësishëm se sa e di. Shpirti im i dashur, nuk është rastësi që ky mesazh po të arrin sot. Nuk ka rastësi në kohën e tij. Shpirti yt po përgatitet për qartësi, për të vërtetën, për një ndryshim emocional. Merr frymë. Je më afër qartësisë se kur më parë.